përgjithësi i trangujve. Në shekullin e 2 Hijri, çështja e divorcit të gruas 3 herë në një kohë bëri që mes analistëve dhe teoricienëve të lindin bisedime dhe debate të mëdha. Shumë prej klerikëve dhe dietarëve të asaj kohe ishin të mendimit që 3 divorce për një herësh, pa u bërë një ndarje mes tyre, nuk ishte e drejtë. Klerikët dhe dietarët e methebit të Ehli Beitit, paqja qoftë mbi të, të cilët ndiqnin udhën e imamëve të tyre të lartë, këtë lloj divorci e quanin të pavlefshëm. Ata thonë që divorcimi i gruas është i rregullt kur bëhet 3 herë radhas njëri pas tjetrit. Pra, burri e ndan një herë gruan, e kthen përsëri. Pastaj e ndan dhe e kthen, e ndan dhe e kthen sërish. Pas ndarjes së tretë, ai nuk ka më të drejtë të martohet sërish me këtë grua, por duhet që gruaja të martohet me një burr tjetër, të bashkohet me të, pastaj të ndahen me divorc ose t'i ndaj vdekja. E tërë historia kishte nisur kur një burr në Kufe kishte divorcuar gruan e tij 3 herë brenda një radhe dhe pastaj ishte penduar. Ai e donte ende gruan e tij dhe shkak për ndarjen ishin bërë disa gjëra shumë të vogla. Edhe gruaja e donte burrin e saj. Prandaj, edhe burri dhe gruaja filluan të mendonin për një rrugë zgjedhje. U parashtruan çështjen dietarëve shiit. Të gjithë ata ishin të mendimit që me që kishin ndodhur 3 divorce për një herësh dhe për këtë arsye ky divorc ishte i pavlefshëm, ata ishin sërish ligjërisht burr e grua. Mirëpo, shumica e njerëzve, të cilët dëgjonin dietarët dhe klerikët e tjerë, thoshin që divorci ishte i vlefshëm dhe ata nuk mund të bashkoheshin me njëri tjetrin. Kështu, ishte krijuar një problem i çuditshëm. Bëhej fjalë për gjën e lejuar hallalin dhe të ndaluarën haramin në çështjet bashkëshortore. Si gruaja ashtu edhe burri, donin sërish që të vazhdonin jetën e tyre si më parë, mirëpo ishin të shqetësuar se mos ndoshta divorci ishte i drejtë dhe bashkimi i tyre me njëri tjetrin ishte i ndaluar dhe fëmijët e tyre të ardhshëm nuk do të ishin të ligjshëm. Burri vendosi që të vepronte sipas mendimit të dietarëve shiit. Mirëpo, gruaja i tha atij që pa vajtur të fliste vetë me Imam Sadikun për këtë çështje, ajo nuk do të qetësohej. Në atë kohë, Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ishte vendosur në qytetin antik të Hires, afër Kufës. Kishte kohë tashmë që ai përndiqej nga regjimi i kalifëve Abasit. Ata e kishin sjell imamin nga Medina në Hire dhe aty e mbanin në mbikëqyrje. Pa lejuar askënd të takojë me imamin, ata afrohej tek imami. Sido që bori çmos ta takonte imamin, kurrë nuk i arriti dot. Një ditë, po qëndronte pranë vendit ku banonte imami, duke menduar se si ta gjente mënyrën që të takonte imamin, kur aty pranë, papritur, syti zun një burr nga ana e Kufës, i cili mbante një tabaka me tranguj mbi kokë e po kalonte duke thërritur. Hajde tranguj, hajde tranguj. I shkrepi si rufe në kokë një ide. I shkoi afër dhe i tha: "Sa e shet të gjithë tabakan?" 1 dirhem, u përgjigj burri nga Kufa. Pasi i bleu tabakan, i kërkoi që t'i jepte për disa çaste edhe veshjen e tij dhe i premtoi se do t'ia kthente shumë shpejt. Shitësi pranoi. Ai veshi rrobat dhe e pa veten që ishte bërë tamam si një shitës ambulant trangush. E vuri tabakan e trangujve mbi kokë e duke thirrur: "Hajde tranguj, hajde tranguj." Shkoi drejt shtëpisë së Imam Sadikut. Kur mbërriti përpara derës së shtëpisë së imamit, i doli një shërbëtor dhe i tha: "O ti që shet tranguj, eja këtu." Me gjithë gëzim, u fut brenda dhe pa lënë as dyshimin më të vogël të rojet, shkoi e takoi imamin. Imami i tha: "Ah, të lumt, plan të bukur përdore. Tani më thuaj, për çfarë ke ardhur të më pyesësh? O i biri i profetit, unë e kam ndarë gruan time 3 herë radhas. Kam pyetur dietarët shiit dhe më kanë thënë që ky lloj divorci është i pavlerë, por sërish zemra e gruas sime nuk qetësohet. Më thotë që pa marrë përgjigje nga imami, nuk pranon. Kështu, maskuar në këtë mënyrë, erdha të marrë përgjigjen për këtë çështje. Shko dhe të jesh i sigurt që divorci nuk ka pasur vlerë", ju përgjigj imami. Ju jeni bashkëshortë të ligjshëm të njëri tjetrit.